Veteranët e arsimit të shoqatës 7 Marsi në Gjakov në bashkëpunim me shoqatën e intelektualëve Jakova kanë promovuar sot librin Arsimi i mesëm në Gjakov 1946-1990. Ky libër për herë të parë dokumenton në mënyrë të plotë historikun e shkollave të mesme në komunën e Gjakovës në periudhën 4 dekadëshe e gjysmë. Si shoqat kemi marrë përsipër që të mbulojmë tërë kohën duke filluar prej fillimit të arsimit në komunën e Gjakovës deri në vitin 1990-2000. Do t'ju tregoj edhe në diçka se s'pari kemi botu librin 90-2000. Mund të shtrohet pyetja pse. Për arsye që ngjarjet tona kanë qenë më të freskëta për shkak vitit 2000 edhe kemi shkruar atë. Kur kemi shkruar atë, na ka marrë mendja se është diçka mongë. E kjo mongë është plotësuar mandej të fillu prej arsimit shqip, prej fillimit arsimit shqip në komunën e Gjakovës, deri në 41-shin, libri 2 41-45, edhe libri 3 portretet. Portretet kemi marrë arsimtarët, mësimdhënësit, të cilët kanë punu në Gjakov, rrethin e Gjakovës, veriun e Shqipërisë, edhe kështu me radhë tërë Kosovën. Edhe atë kemi kryer dhe në fund është libri sot që po promovojmë, shkollat e mesme 46-90. Në mungesë të profesor Dr. Besim Muhadri, recensioni i librit u lexuan nga profesor Myftar Zhala, ku theksi i ligjëratës kishte të bënte me hapjen e shkollës normale në Gjakov. Libri Arsimi i mesëm në Gjakov, nga viti 1946-90, përbën një përpjekje të rëndësishme dhe një kontribut të çmuar për ndriçimin e historisë 45 vjeçare të arsimit mesëm shqip në Gjakov. Siç dihet, përfundimi i luftës së dytë botërore e gjeti Kosovën përfshirë edhe Gjakovën në një situatë të rëndë kombëtare, ekonomike, sociale e arsimore, me një popullsi mbi 90% analfabete, e aq më pak për arsimin përpjekje për të ndërtuar një sistem arsimor ishte një sfidë e jashtëzakonshme. Në këtë kontekst, hapja shkollës normale shqipe në Gjakov në vitin 1946 përbënte një lajm të gëzueshëm dhe një arritje madhore për kohën. Ndërsa recensioni i dytë erdhi nga profesor Muhamet Rogova. Pas hulumtimeve të shumta në arkive shtetërore, në arkive të shkollave të mesme të Gjakovës, në ditar dhe amxhaseve, duke shfrytzuar burime të tjera, arritën në përfundim për botimin e librit Arsimi i mesëm në Gjakov 1946-1990. Për këtë libër paraqitet puna që është bërë në Gjakov për hapjen e shkollave të mesme dhe zhvillimin e procesit mësimor në për këtë shkolla. Për librin foli edhe kryetari i shoqatës së intelektualëve Jakova Rushdi Sefa, i cili tha se libri pasqyron me saktësi rrugtimin e shkollimit të mesëm në Gjakov. Për herë të parë dokumentohet historiku i plotë i çdo shkolle të mesme në Gjakov, që nga normalja e vitit 1946 e deri te shkolla teknike e profesionale të viteve të 80. Sepse pasqyron me saktësi rritjen, sfidat dhe arritjet e një sistemi arsimor që u ndërtua në kushte të padrejtësisë dhe diskriminimit, por që kurrë nuk u dorëzua. Sepse evidenton figurat qendrore të arsimit, mësimdhënësit, drejtuesit, nxënësit, që me mund e sakrificë lanë gjurmë të pashlyeshme në brezat e ardhshëm. Dhe sepse është një model se si duhet shkruar historia me përpikëmëri, pas bukurime, me respekt për të vërtetën dhe dëshmitarët e saj. Promovimi u ndoq nga studiues, mësues veteran, intelektual dhe qytetar të shumt, duke dëshmuar interesimin e madh për ruajtjen dhe dokumentimin e historisë arsimore të qytetit.